Të pa që në qytetin e Shkodrës, sidomos gjatë periudhave nënor dhe mars, kena përmbytje të shumta, edhe është një problem kryesor për kamësorët dhe për qytetarët, i cili ujë del nga posetat në rrugë. Sistemi jonë funksionon të pas 3 sonda në poset, cilat janë të lidhuna me 2 paketa rele, që janë të lidhuna me dritat përkatëse. Drita parë është e lidhur me sondën e parë që tregon nivelin minimal, është 29 cm këtë rast. Drita e dytë tregon nivelin mesatar, edhe është e lidhur me sondën e dytë, pra kur uji rritet dhe arrin te sonda e dytë, nëse drita e dytë, dhe kur uji rritet edhe has sondën e tretë, nëse drita e tretë, e cila tregon nivelin alarmant, pra poseta rrezikon të përmbytet. Drita e tretë është e shoqënuar gjithashtu me një sistem alarmi, po ashtu edhe të dërgon një telefonat të qendra përkatëse dhe për me gjetë lokacionin eksakt të posetës, i dërgojmë një mesazh, ajo të dërgon lokacionin se ku ndodhet poseta. Eksperimenti jonë është funksional, na kena testu edhe në terren në disa pikat ndryshme. Ne ja kemi propozu këtë projekt institucioneve përkatëse dhe kena menuar që këtë projekt vehet të implementohet në zonat urbane, që në një të ardhme të ketë një sistem paralajmërues dhe mos të ketë më përmbytje në zonat urbane.